Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka emocionuar ndjekësit në rrjetet sociale me një video të ngrohtë dhe plot dashuri, ku shfaqet në makinë së bashku me vajzën e tij të vogël, Luna Mari. Në pamjet që ka publikuar vet ai në Instastory, Luizi shihet duke e mbajtur Lunën në prerë, ndërkohë që këndon qet një këngë me një buzëqeshje të lehtë dhe një ndjesi të thellë qetësie. Vogëlushja e ëmbël, e veshur me një xhaketë jeans dhe me biberon në gojë, qëndron e qetë dhe e sigurt pranë të atit, duke krijuar një atmosferë që nuk mund të lërë askënd pa buzëqeshur. Videoja është përhapur me shpejtësi dhe ka marrë menjëherë vëmendje të madhe nga fansat e shumtë të këngëtarit, të cilët nuk kanë kursyer komentet pozitive dhe emocionet që ky moment ka sjellë. Disa prej tyre kanë shkruar se kjo është pamja më e bukur që kanë parë gjatë ditës, ndërsa të tjerë kanë vlerësuar marrëdhënien e ngushtë mes Luizit dhe vajzës së tij, duke e cilësuar një baba të mrekullueshëm që ndan publikisht çaste kaq të çmuara familjare. Kjo video duket se ka qenë edhe një mesazh indirekt për të gjithë ata që kohët e fundit kanë komentuar për angazhimet e shumta të Luizit dhe prezencën e tij në jetën familjare. Me këtë postim të ndjer, ai ka treguar se përkundër karrierës dhe projekteve të shumta, familja mbetet gjithmonë prioritet. Shumë prej ndjekësve janë shprehur se Luizi ka ditur të ruajë një ekuilibër perfekt mes jetës profesionale dhe asaj familjare, duke qenë një bashkëshort dhe një baba i përkushtuar. Momente të tilla i japin publikut një tjetër anë të artistit, përtej muzikës, performancës dhe sukseseve në skenë. Ato e shfaqin si një njeri të thjeshtë, të ndjeshëm dhe të lidhur fort me njerëzit më të dashur të jetës së tij. Dhe është pikërisht kjo ndjeshmëri dhe përullësi që e bën Luizin kaq të dashur për publikun shqiptar. Videoja me Lunën është jo vetëm një moment i këndshëm për rrjetet sociale, por edhe një dëshmi e dashurisë së pakushtëzuar që Luizi ndan me të bijën. Një kujtim i bukur që, ndoshta një ditë, edhe vetë Luna do ta shohë me buzëqeshje, duke kuptuar sa i rëndësishëm ka qenë për babajnë e saj çdo moment i kaluar bashkë.